qytetarë shqiptar. Sot nis punën Komisioni i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, që në bindjen time është komisioni më i rëndësishëm i kuvendit, sepse në themel të punës son qëndron pasuria më e madhe që ka njeriu, shëndeti. Për mua, si deputet i zgjedhur në vota direkte të qytetarëve, por edhe si mjek që kam qëndruar për vite pranë pacientëve, ky është një moment jashtëzakonisht i veçantë. Një moment që më kujton se çfarë presin njerëzit nga ne. Jo statistika të bukura për propagandë, por të vërteta që do t'u shërbejnë njerëzve dhe qytetarëve. Me vjen mirë që kam rastin të them se e shoh këtë detyrë jo vetëm si një funksion parlamentar, por si një thirrje për të sjellë në këtë sallë përvojën, ndjeshmërinë dhe përgjegjësinë që më ka dhënë profesioni im si mjek dhe më pas si politikan. Dua të garantoj qytetarët, profesionistët në fushën e shëndetësisë, grupet e interesit, organizatat dhe komunitetet civile, shtresat e marginalizuara e tjerë, se do të garantojmë që interesi i tyre të jetë i pari në këtë komision të drejtuar nga opozita. Si përfaqësues i opozitës e kam të qartë se qeveria shpesh do të bëjë sikur nuk do t'i dëgjoj propozimet tona për të mos e lënë sistemin në duar koncesionarësh abuziv apo mjeshtra tenderash korruptiv. Si përfaqësues i opozitës e di se shpesh qeveria do të bëjë sikur nuk dëgjon, siç ndolli edhe me kërkesën e grupit parlamentar PD-s për të vënë në kalendarin e seancave plenare projekt ligjin për ndryshimin në ligjin e gjendjes civile, i cili kërkon njohjen e vetëm 2 gjinive. Por roli ynë është të mbikëqyrim dhe të dënojmë, të denoncojmë paaftësinë, padrejtësinë, keqmenaxhimin, grabitjen e sistemit shëndetësor. Të kërkojmë llogari për çdo rast kur cënohet interesi publik, kur fitimi i pak vetave vendoset para shëndetit të pacientëve dhe para kushteve të mjekëve. Janë këto arsyet madhore pse shëndetësia sot përballet me sfida serioze. Emigrimi masiv i mjekëve dhe infermierëve, mungesa e investimeve në aparatura moderne, mungesë ilaçesh për pacientët, pamundësi analizash në çdo ditë muajit, pamundësi ndërhyrjesh kirurgjikale, me pak fjalë, infrastruktura spitalore me njerëz, pajisje dhe ilaçe është e papërshtatshme për nevojat reale të pacientëve. Spitalet nuk mund të trajtohen më si hotele me pamje të bukur për propagandë. Spitalet, qendrat shëndetësore kanë nevojë për profesionistë të motivuar dhe mjete moderne pune, në mënyrë që pacientët të marrin trajtimin e merituar dhe dinjitos. Dua ta them qartë, ky komision do të jetë mbi gjithçka zëri i qytetarëve dhe i pacientëve, jo i interesave qeveritare apo financiare. Jam i përkushtuar për ta drejtuar këtë komision me korrektësi dhe respekt për të gjitha palët, por asnjëherë, bashkë me kolegët e mi të opozitës, shpresoj edhe me ato të opozitës, nuk do të heqim dorë nga detyra më e madhe që kemi ne si parlamentar, mbikëqyrja dhe llogaridhënia e qeverisë. Një apel kam edhe për kolegët e majorancës këtu patjetër. Të mos bëhemi palë në mburojë e vendimeve të gabuara të qeverisë. Ta shohim këtë komision si vendin ku mbrohet interesi i qytetarëve dhe jo interesat partijake. Të ngrejmë zërin aty ku jeta dhe shëndeti i njerëzve preket, sepse asgjë nuk ka më shumë vlerë se ajo. Të nderuar kolegë, zoja dhe zotëri, ju uroj një fillim të mbarë të këtij sezoni dhe legjislature të re dhe të mbetemi tërësisht për të shërbyer vullnetit dhe interesit qytetar.